duhet të flasë. Për mua më traumatikut kohët e fundit është teoria Benjamin Button. Sa larti, sa lartë. Qarë film e Brad Pitt. Gjithë koncepti, gjithë analiza e gjës, gjithë idea, shumë lartë. Është libër i Fitzgerald, Kush e ka shkruar? Duket Nuk të Fitzgerald. gënjej, po që është tratto da un libro, po. Si, duket Fitzgerald. Duket. Mos u gabosha. Achiko. Është edhe një film tjetër me qenë, që ndryshon jetën qeni dhe shkon. Jo, që është me këtë, me Bjonden, ai që ka bërë Friends. Tani është Jo te Marley. Jo. Është filmi i tillë që më dëgjoj pak, është filmi i tillë që i ngort qeni kur është i vogël. Dhe pastaj kur rritet vjen një qen dhe kur i përmend emrin e qenit që ka pasur, qeni i përgjigjet. Unë këto mund të mekëm, jo. Ajo është kur qeni vdes me... Ajo është gjithë që ndodhë. Jennifer Aniston. Edhe Bora, kur thriste Mika i përgjigje vetëm Borës. Si se Borës ishe pas kur qenë. Po jo, se pastaj u gatru situata se quhesh Perla, pastaj na u quajt Mika. Po Ragai ka thënë që nuk është qeni vetë. Edhe mua ma kanë thënë edhe në ulurim biles. Po, shumë që si më vinte mua. Isha një ditë shtrirë. Mika, kujtohet të divani. Isha një ditë shtrirë edhe vetëm Bora i thoshe, hajde këtu. Mori u holl dhe mu shtri këtu. Dhe rrinte aty dhe flinte gjumë dhe rrinte këtu. Se qenë plaka, ishte vitet e veta shumë, ai të pak një 8-9. Po, gjatë gjithë kohës. Ishte dhe më copë. Kam pas vetë qenë në burë. Ai mbi 9 vjeç. Po të shtak rryrë asnjëherë? Jo, asnjëherë pra, dhe binte, jo më viste dhe më kërkonte, po, unë po them, unë kam qenë shtrirë. Edhe unë një lloj. Dhe, do më thënë, pa kështu dhe u hodh. Jo, po ja shpjegoj që s'ka parë. Kur të erdhi që të flinte. Po pra u hodh dhe u shtri këtu dhe flinte dhe zuri gjumi. Dhe rrinte unë Në divani. Në divani, ke limi. Dhe mos pa kafshu asnjëherë. Mund pa kafshu boll. Se ishte plot në rrugë. Jo, më rrinte dhe nga mrapa ma. Ishte mirë e bukur, e fërkojshe i herë. Po mjaft pra? Unë e pyeta burin ta. Jo ti, jo. Mjaft, sa shumë me erë. Mjaft. Jo. Se mas kështu, do të thonë nuk kam pasur asnjëherë Jo. Edhe nuk është jam shumë. Mjaft pra e Pa dobimi debat një fërkimi. Mos e përgëdhela. Çuditësh atë që ishte kaq shumë vite nga mbrapa. Jo, nuk ishte aty. Se kam përgdhel, po. Nuk i flisë asnjëherë keq. Pra da spërgjerimu. Si kam fola asnjëherë keq se kam bënë jam. Kujt Blerinës? Ke Borës? Mika. Po që tha Borës. Nga 3-4 herë poshtë tavolinës. Blerila. Mojti. Mika. Kurse Stormi ishte fantastik. Stormi ishte nivel tjetër. Stormi ishte dashuri. Pa, ishte artist mo. Stormi sa herë të ndjente që ishe keq, të rinë të afër. Unë me Stormi kam luajtur basketball, gjithmonë sopi ma gjuante. Shumë i dashur. Edhe kur ishe shumë i Po pak mërzitur. rëmuja gjithë. Se mund qëlloj ajo periudha që ishe shumë i mërzitur, ai e nnitet vite vetë. Vite vetë aty e të rritet E rritet aty, s'lëviste, jo. Nuk lëviste. Shumë sensibël si që. Ishe mërzit për... Kur pata atë momentin ato ditë. Për Vanessa. Po, ato... Qa tha Stormi? Qa mendimi kishte Stormi për këtë çështje? Jo se e pash, jo vetëm me mu. Edhe me Vanessa. Po ty qatë pa për Ej, po atëherë, që nga fans i qiftit. Po ju ndjek nga jashtë. Edhe me Adi nga pas marrëdhënies mirë, nuk e me Olën si kishe marrëdhënie. Që ka tha pojnë Ola, që këta? Me Jonida rinte shumë. Unë me të vëshë do i kështë marrë një. Jonida si ishte Jonida i thrisë Skoti. Skoti, po. Unë do të quaj Skoti, po ka emrin Stormi. Skoti. Jo, unë të e thosha unë e thjesht në fillim me jamën tjetër, jo, Sparkly. 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 Pastan thënë merin që ka. Dhe Stormi, ganë është vëlla. Po, ai. Unë e thrisë smoothie. Unë e thrisë S Cosmetics. Stormi i papam. Sara. Po jo pra. Me lepurin, Sara. Me lepurin, kujtohet me lepurin. Ska marru kontrata? Jo, ju s'keni parë një skenë tjetër. Po pse me pulat?
Jo, një skenë tjetër kemi qenë unë me Sarën, po bënim ba një dielli atje. Ndërkohë ishte Malbora me taka e deshur te skalla. Ti nuk të ka rastisur ta shohësh. Pas dreke. Dhe ishte Stormi që ndishte pulën. Po. Mika ndishte Stormi. Mika kamere. Dhe Malbora ndishte të tërë këta me taka dhe me gotë. Edhe jo Mika, Stormi! O zote, kam tek të qesh. Stormin që kapi pulën. Grap. A e kopja? Po, E kapi. ka kap disa herë. Pula që ishte kështu me ato hapë ka Në gjithë të dramë ne vazhdonim të rinim. Ishte të shëzdonim dhe shikonim. Qarori e kapi. 3 kapë dhe Malborën Finalen. Kush do Si do kapi? përfundoj. 10 cigaret e Stormi. Dhe janë 3 pula me qafë të rjepur. Pa, është edhe një gjel me qafë të rrepur. Prandaj ajo pula e zezës është traumatizuar nuk Ajo shkon më komplet trauma, ajo ka ik komplet trauma. Ike ekspozitori. Ata ajo që pa ngordur aty, po. Kurse është një pul, ajo Jo bëj pra jo, kafe, m'duket. kuptimin e Ajo marrë. thjesht fle atje. Që ajo ka Se kam s'ka kuptuar një herë. kulturë. Po në qenë në stall të punoj, vetëm fle. Ajo pula që shkon gjithmonë te lopa, është i njëjta. Është një Gri. Gri, Ajo që jo. bën edhe vezët atje. Po, ajo me zi shprecoj hapi derën Nadje, veç kur e Pas shoh ka po krijuar një bini. shoqëri së bashku. Me Teofilin. Me Teon, po. Oh, mos e Po ja, ajo ka qenë super pamje. Super Dje ishte në pamje. formë, a keni pa dje Teon? Bram, Bram ishte në formë shumë. Edhe sot. Jam kurios, a ja kthem Vanessa kur bën indri kështu. Vanessa, që ai qingji që sa po ka lindur. Jo, unë qëndroj dhe adhuroj. Qanone. Vanes? Po shaka. Mundu. E adhuron dhe pasaj, o Mirë tani, shpirë, na të derdi kovën. na thuj sinqerisht ama. Kur bën këtë versin e Teos. Teofilit. Ja ka bëj. Pëlqen apo jo? Versin. Kujtohet. Po, Të pëlqen, ë? po, fani. Të ngjan Fane. ke një lloj dridhërie. Ke një lloj Këtë ditë ishim të rrokun një Jo, moment. fani, Kështu a është din fani, moment si të bë? të rrokun. Fani. Ishte të rrokun. Për qafun. Rok. Të rrokun. e ke kështu si punë richiamo. Edhe richiamo? ishte moment Richiamo, kështu. si t'ja moment- Që e thret. Po, si richiamo, si Thirrje. si tip sinjali. Tani një pyetje, është ndjellse për ty kjo fjalë apo jo? Ajo këtë- është e Teofilit. Do të ndjellse, në kohën e lirë Është indiferente si gjë. Në kohën e lirë dhe time, ndjen të dashuruar me vajzat, Bënim kështu? Bën bë. shkonin poshtë dritares dhe i fishkëllenin. Kishin sinjale. Dhe ishte sinjale, dhe Babi me ka një- vajza për një drithëroi e zemrën dhe dilnin dritare, thoshin, erdhi. Po, vërtet. Sot nuk ka kështu, po ka bë. Jo, nuk mendoj që është një ndër ato. Të kukaraçe mami. Di të Po, fishkullesh? mama ka tregu. Gjitha Po mirë, ti ju. Babi im ka pasje. Ka pasje. E bën dot? Ja fix. Do të të zgjoj kështu nesër. Jo, se do qaj. Të bën dot. Sa ti si? Nga qenë bilbili papa më be. Duhet shumë vesh me fishkull, unë fishkulloj. Mos e bëj dot. Po jo, Mos në e shkollej kam dot. po se bëj dot. Se bëj dot. Tana melodi, që doni ju. Unë di vetëm. Hajër fishte. Filion. Bëj Çajkovski. Bëj një E bëra. Ti që ke fyll fare më vetë. Atë kemi kur Çajkovski më lart. në kuptimin e në kuptimin e mirë. A ishte Indri për të kompliment? përgjërohem, kalon në këtë kanal dhe iqa të Please. Shumë nice. Më beso nëse do të fishkëllesh Vanesës këtë çdo ditë, do të ndryshoj diçka. Po, do... Provoje. Shko të dhoma. Dhoma. Vetë merr shumë E kam e kemi fjato ajër. Po se mundove një çik, Kanë qenë tani nga fundi, s'kanë e qenë di më që ta më merr fjaton, duhet të Vidhura ka qenë gjithmonë? Kjo ishte merr fjaton. kjo ishte kur ishte me të thithur fishkëllima, ishte richiamo direkt.
Pra, kështu thirrje direkte. Hajde se. Unë baj Ika. mend në Ishte kohën tonë, që eke mirë me janë. në kohën tonë, Nga larg, se bëheshin në e dini në distancë. blog, Që në distancë, ka pas lloj kodesh pa e mensara, për shumë, ka qenë kodi s'kam ko, zbrit shpejt, do më thënë, ose kur diun. shi. Po, E si ka qenë ai në s'kam bazë kohë fishklimës, Ka qenë një më e shpejt, që në tajtë. do të përgjigjet nga pylli. Mos di me bëhet kështu me aty. Di me bëhet këtë? Ha, këtë. Edhe kjo ka pas Kur qenë. thret çunat. Që Që kjo është për çunat. Di me bëhet vetëm këtën. Në Po kjo është kohën tonë, ma pak e Nga mas gjishta. edhe me Ah, gishta. ja, me gishta. Sa herë të dëgjoj këtë fishkëllim kur dal jashtë, Po se po kështu. pres edhe zarfi. Direkt të sa Kohën tonë dëgjoj. kalonin makina, në blok kalonin makinat dhe normalisht çunat ngacmonin nga makina. Dhe mua më është dukur gjithmonë gjë më e shpifur kur Dhe me çunat dritën kalojnë me ndezur, makina dhe ngrinin Dorën zërin e majtofonit, atë çfarë ajo, dhe ulërisin zemra, kështu. Kush kalon? Dhe mbaj zemra mend një s'thoshi, herë. thoshin e gjatë Mirë, tjetër, po, ha, pra, Dhe ha. mbaj mend një herë, ta mbaj mend gjithmonë, sepse kam ndaluar një moment, e kam dalë, do të thënë kam dalë nga rruga dhe kam thënë, më fal. Ti vërtet mendon që një gos do futet në makinë me ty. Po kjo është... Sepse ti po bën këtë gjë. Ai ngiri kështu. Se kuptoj. E më mirë ja nuk bëri. Mua më ka ndodhur njëta gjë në një rrugë në blok, okay? Edhe ishte njëri që po unë ndërkohë isha të diskutuar me një shoqen time dhe ishte ky tjetër që bënte da kalon kopë të më zemra, kështu që edhe më tani sa më isha kthyer Italia dhe kthehem. Çfarë ke kështu ka zbrit në makina zemra, okay? Kështu që mos ju përgjigj çuna dhe mbaj kokën drejt. Jo, unë përgjigjem dhe iku ai. E mirë, mua më zbriti në makina. Se ka S'ke publizuar. Një herë tjetër kam qenë e vogël dhe mbaj mend Tirana e vogël. Kam qenë mund të kem qenë 16-17 vjeçë. pa Dhe me Tirana fotografi. atëherë ka qenë shumë e pasigurt realisht në kohën kur unë kam qenë adoleshente. Bjonde. Në dalë, po bjonda, E kam pa qenë me, pa bjonda. me. Dhe mbaj mend që ka qenë një makinë e kuqe që më kanë ndjekur nga Tajvani, nga mbrapa. Kam qenë vetëm nga Tajvani deri poshtë shtëpisë. Po. Arrita poshtë shtëpisë dhe sa kam arrit poshtë shtëpisë me kështu me zemrën dorë, kam fut një vrapi deri te hyrja ime dhe dëgjova që u hap dera makinës dhe u mbyll prapë, me siguri ka dalë dikush. Jam më fut në ascensor, kam shtyp një numër tjetër që mos ta zbulon, do të thënë, imagjino duke bërë 100 manovra vetëm dhe ditën tjetër s'kam dalë gjithë ditën nga shtëpia. Mua më kanë Dhe jashtë strategji është. Kurse mu kujtohet kur u ktheshin për pushimin vitet e para, s'dia a e njihni jo këtë, po kishte një mënyrë tjetër, jo me fishkëllim, me një thirr, këto vajzat ishte kjo ks. E të mërshme, ma mirë fishkëllimi. Imagjina, ks. Ja, ks. Po këtu ka dhe ps. E idhur kjo. Në janë mora, kanë kalu. Të që Janë goca që janë buri. bëjnë çuna. Buri po, përdorin për. Sa tema. Janë gocat që bëmi Tema prej dalë, rrugën. Ku e të shkova? Tapa. Edhe më ke thënë ku të kam parë me këto sy. Edhe këtu e këtu. Më që nona i ka makina e Më zbulove. Po jo makina, a ishte? Jo ti, ai te pasaporta. Se i kishte emrin. Pedro. A, Shqyqëriu. Shqyqëriu. Seriozisht? Shqyqëriu e ka pas. Te ai filmi ke pas emrin Shqyqyri? Te ai edhe te ai para ti. E kuptoj, po, emrin e personazhit. Pas keni gjetur ai. Si ta kishte Gonzales? Thuaj skenaristit. Po më një. Ti tregoj. A unë herën e parë që e kam lexuar skenarin, lexova Shqyqëriu. Shqyri. Qa kjo e, nëse kisha Hajde me i më. kohë. O soni, ta kjo është përshtojmë ideja, gjë tjera. taksist, shqyqyri në Meksik. Absurde. Kjo është ideja. Lidhje me këtë temë. Dhe ti, më falë veç ma e me lirë që fjalie, dhe ti, harrova kur që- të shofësh pasaporta 2, Jo, më që po do jesh dhe ti mrena. Pasaporta 2 bëhet fjalë vetëm për jetën e shqyqyriu. Spin-off. retrospektiv. Histori e vërtet, në lidhje me këtë Shqyqyriu. gjujtjen e vajzave të tash. Kemi pasi shok.
Edhe kishte fiksim njërën, po fiksim aq të keq. Riteru të mëgjes, drejt, dark, natën, kur dilte, i dite orare të rrugës, çdo gjë të mundshme. I fiksun keq. Në balet. Edhe ne kështu, pa ma qa bon. Yes. Pa ma qa bone. Kalote, koha kalote. Edhe ne gjithë nga mrapa, tu i dhonë zemër. Një moment, ja dolëm, ta binim, duhet shkote ta ka, o vlla shko, pyte kape, foli, është, pyt për emrin, pyt për i gjo. Mirë, do ta edhe, këtë sepi rrugës, ne nga mrapa. Ky kështu, se zdu me nes tjetërën, po, që me. Nuk po të nëjzim. Ne që, po, dela jo, ta, vje këtu. Edhe, o gote. Shumë gjenuine, shumë, e i të liceu. Ky për balet, ajo nuk e di për që i për piktur. Urdhëro. Puna Berinës. Po, tamam. Sepse, jo, po ik për se për të që. Me sa duke du shkoj mirë. Janë... Jo, më kishte me vetë nuk e dilte lapi. Po janë marrë të 3.000. As se pidi, as për e ikë. Janë lidhë pyti Sara. Se ne i kemi klasike këtë, sa e bukur jemë të vrapë zotin, Bo, të morsha të ligat. Ma, jo është lutë. Kanibale, to kësha zemrë. Shqiptarët e Italisë që i thoshin, ej, Bella, sei como una stella. Koli. Sto bevendo una sigareta. Una cigareta. Una sigareta. Do ma përshtem mu një cigareta? Të Certo, vishi pa Bella. këtu, unë se filloj të ftohet seriozisht Po, e erdha. mekje. Ti sto tagliando qua. Edhe si në fundimit bonim një se u staku nga. Sto aspettando i capelli. E mi mangi un po' qua, mi mangi un po' qua. Abbiamo un bacio sulla pagina. Këtu bebet, mi haj pa këtu, mi mangi un po' qua. Edhe pasaj del një adicioni dhe çam boni mu kështu. Kurioze jam të di Ore, për ju qa. dini gjithë njësojt nga berberi. Jeni Ka gjithë plas kjo njësoj. moda tani që i hajnë komplet. Berberi ju mangja. Po mjafton. Ore, jeni gjithë njësoj, po të them. E, Tani jeni ndryshe, nga berberi që erdhi tani, po zakonisht shumat janë gjithë njësoj. Do të thënë, se cili berber, Po këtu e kam buri. I bën një Po jo vetëm këtu, Allah tjenë o fakt. zemra, flokët shkon si shef koka vet. Ka flok. stërvitjet, Taljo trendi. kur shkoja në Ka është stadion. një lloj si audienca e fermës që do të njëjtën gjë, më kupton? Edhe kur i jep diçka ndryshe thotë po ja, po s'është. je inaktiv. Je inaktiv, s'është kështu. E kupton? E kuptoj. Shumë e hoq. Ma. A jeni për një zgar? Unë po piket edhe Ka aty fileto pule të marinuara. Na i bëj Iliri për qef. Qofse i lirë na i bën për çep, po i Ja, lirë ka tani i që- kuzhina. Sot super e privet. Sa vjem shtohet qefi. Nuk e di pse, po unë e di që është mërzitur shumë që mbas E kuptoj. mbas E kam vëre. Duket shumë i mërzitur. Jo, që mbas peshë, që mbas lakrës. Duket shumë i mërzitur, shipe. I ka ikur fytyra. Mezi po Njëra presh. i vjen dhe tjetra i Fakt edhe unë do Mezi po pres mërzitesh. Në qoftë se unë do mezi gatuja po për pres gjithë dhe do peshkun e dëgjoja radhës. kështu, domethënë komente, do mërzitesha, sepse unë do ta bëja me qef, Po pra, për qefin tim. po. Jemi rregull bashkë. Unë këtu t'jap dorën. Me dorën? Ja ta dash. E që, ku dolëm? Te peshku. Që kanë qef. Opa! Hajde teleskop, hajde. Hajde. Usha syni. Ej, gjuaj e një. Hajde kokorlogu i zi. Bo, iku. Zote, ja, e- Poloz. Kështu do të ndodhi gjithmonë. Do përgjigjesha me tekst Lëreni të rrjedhi vetë se ja, titullin e ç'a një këngë të ndodh. Bleonës. Kur fiftoni shumë. Shi. Çuna ju ikën Terminator. Shish puno. Kur të filloj aty me pluma nga si. E Atë pres. mos e shihni se është Opa! Qëlloj. Është ajo, na.
Squid Game. Squid Game-i. Shive. Çuna mos i bëni këto gjëra në shtëpi. Çfarë? Këto. Ka nevojë për çik vaj. Ti udh pak vaj ulliri se bën një lloj zhurmë sikur Se që e hallin për të punë. pak vaj ulliri te mekanizmet aty. Ta buna edhe pak fletë. Opa. Unë thë se li do t'i kapë të shumë sy. simpatik. Dhe se t'i kapë të sy Gjeko shjap. Shiko, jemi që jemi. Pra jo. Loj me shishe. Një herë me shisha, a? Hajde ma i bëjmë i gjoma, hajde ma i bëjmë i loj me shishe. Mere shishe. Hajde marrim Hajde se shishe. terdi momenti. Ku është? Qoni, e marru. Gjej një Po shisha. vetëm mos... Jo, atje lirë sot i bje xhamit e kohë. Më gjej një Tani shishe e është ora. lirë të filloj punën time. Tani është ora. Tani është ora. Unë nuk ju siguroj që do rri shumë se jam i lodhën i Jo, një 2-3 Po pyetje me shishe, sa Unë për dhe Blerina lezet. dhe lojmë të lojë. Jo, ju... Ku i ko Vanessa jo? Vanessa tani do vi, qëto? Pyto më. Po këtu nuk rrotullohet, këtu ta rrotullohen. Do ta rrotullo te lepuri. Po, A boj me gur? E kam taruar. Çfarë ke bërë? E ka taruar. E ka peshuar në mënyrë të tillë që të jetë barabartë. E kam taruar, i kam lënë. Ka taruar. Është taruar. Mos e ta... Është taruar. E ke taruar? Është taruar që të rrotullohet sa më bukur. Kuptoj. Aerodinamike. Dhe është me gaz, që nuk kemi rrezik se uji krijon një lloj pengese. Gazuar. Inaktiviteti. Është si ato tullumbacet me helio, Se po e the ti. Helio. Se ke dëgjuar ti helio? Helium. Hajde tani ta Helium, dëgjuar. me he. Jemi gati. Se italianë kanë Nuk të helium. lejnë, por ju... Di Po ti mirë. me po vetëm... S'ka shans. O Sara. Prit se do të Sara, jem kushtet Sarës që ta rrotullojmë. Ato gjë që vejmë si për... Ja, këtu, ja. Tavolinën e Të votë. lepuri më. Jo, ma jo kapakun Ka atë kapakun e sobës, e zjarit. Po këtu është tavolina. Po noni kot, e kisha bërë pyetje. Ela, lera atë. Ta boj me gur, seriozisht. Kujtë me ja bëjt pyetje ti e gjunë me Gjunë gur. me gur. Edhe ma dhe ja bëjt pyetje. E kuptoj. Jo, po Ti do s'bukur të- kur e përcakton shishe. Ose e halli gur në... Sa bukur, sa gojë ëmbël. Tani, ta vem për mes. Okej, Jemi. jemi. Ha, përgjigje? Jo. Jemi. Sa veta bëhemi? Atë, po filloj unë. Hajde ti, Ilir. Me bë asë O gjë. Ilir, ullet e leprushin. Vetë procedoj. Bravo, Ilir, bravo. Jo, kujdes. O Ilir, Qa po bërë? po i jap lepurin pra. O, Ilir, ke lepurushin. Bo, qa? Ke Për të lepurushin. regulloj atë që zoni me dorje, duroni pak. Po. O, zoti ma, prandaj këto Nuk lëre ka rëndësi zjasin për letrina e jetësisht. shtrime, Liro, nuk ka rëndësi se e ka vrim në madhe. Fute pa merak. Ashtu ishte. Mirë, jena të pritet e. Eci. Vazhdoj. Shiko çfarë ka këtu sonë. Loja e shishe, Sonja. A, mos ja fut. Soni, si që erdhi? Jo, do ullet. Po pse sa i ka ta kisha dy... Merë një karrige aty, o Ilir. Nga këto gjata. Lima jo ka lepurushe. Po leprushin që soni. Bërëshë sonë dhe të Ullo soni, O, bo. dhe mirë se erdha. Jo, vetëm ti. Kujdes këmbën e... Ja, i ke vendin e shishes këtu, ja. Faleminderit. E, do lozim me vërtet, a? Seriozisht tani, pyetjet janë serioze. Ahu. Vëllai, unë s'jam pregatit, po... Skajde. Unë lujta volejbol pa pregatit. Unë më gjitha volleyball. Hajde. Jo, seriozisht. Po provoj, po. Bëda të bjën. Sa të mund. Se fry. E kapa me vonesë, edhe tu qenë jashtë. Gati. Soni. Po pse ishe Sara? Jo, po E që do të bëjmë? Atër do të bëj një pyetje
Ti mua do më bësh pyetje? Po. Rregullat e lojës janë gjithmonë të njëjta. Ama vetëm mos thoni kush janë finalistët. Jo, s'do i bëj kështu pyetje, mos bëj Fute kështu pak më në pyetje. mes se nuk e ke ditë ashtu dhe po më ashtu. Cila është situata që të ka Personi vendoset bësh pyetje apo dënim, që të shkojë Pyetje apo dënim? skenave të... Kemi, pra, kur nuk përgjesh Jo, pyetjes, më mirë rim ke ke një dënim. Okej, hajde. Dhe dënimin Pyetje apo dënim? Kemi shishën e tequilës brenda. Ka dënim, nuk ka dënim. kemi Unë s'ka dënim, e thot pyetje apo dënim. S'ka dënim, pra vetëm Jo, kemi shishën e tequilës brenda. Se bëhet lezetshme me dënime. Lema sa Është bëhet. Ama se bëhet e bukur me dënimin tani. Unë po e dëgjoj pyetjen, nëse nuk më pëlqen, po e bëj dënim. Jo, s'bëhet kështu. Cila është situata që të ka prekur më shumë këtu brenda? Asgjë. Asë situatë. Okej, jepi. Ti e rrotullon tani. Rrotullon. Si e ka prekur, në ç'kuptim? Ka prekur pra Një emocionalisht. sekond ta taroj dhe këtë. Jo, atë kam thënë 100 herë. Okej, Unë tani jam është e goxha taruar. ftohtë emocionalisht, dhe akoma s'po e kuptoni këtë gjë. Jepi. Lerina, jo, unë s'bëj pyetje, s'dua Jo, po duhet pyetje. Thuaj si e mirë. Jo, po e kam. Veç me pyetje, veç, nuk është në pyetje. Ja ku e Disa kemi minuta deri. kohë. Ke disa minuta kohë. Ha, jepi. Ngelo, duke u pyetur. S'kemi la dhomët. Ha, jepi, bëj një pyetje. Unë e njoh shumë mirë këtë. Tash nuk kam as pyetje. Më mendoj e burr. Se ulesh te këto. Po, S'ka rëndësi. po të majnë. Ne këtë do mendoje se mund të bëje një çift këtu. Opa. Po. Okej. Me asnjë. Okej, Okej. Soni mirë që s'kishe pyetje. Jam unë. I lirë. Edhe unë nuk bëj me pyetjet e mia dhe bëj Më Sara. mbarove. Kaq kisha. Jo, nuk Jo, di jo. sa. Sara, jemi serioz te kjo loja. Jo, nuk bëj më pyetje unë. Unë luaj, po nuk do i bëj pyetje. Eri ma kaloj qiklun. Pyetje i lirë. Sa për cigare. Po tani tamam sinqerta. Jo, pyetje Jemi këtu kote, po që tuta. lutem Ky shumë. emision nuk bëhet Se hajtë se përgjigjen kote dhe, ma kare i pyetjen me e bë plot. çastama. Jepi. Jo, një sekundë, se si shaj përgatitur. Kush do përgjigje? Kush do përgjigje vetëm ku t'ja plas. Pyetjen për ty. Si e kështu dhe pse? Do jem gati dhe shumë Ose, direkt. jo, asnjë. Po, Ha, jepi. Jo, një sekundë. gati dhe shumë direkt. I drejt për drejt. I drejt për drejt. Zan, zan. Thellësisht. Nuk më vjen as Da një jegika, da jeduta. Nuk më vjen asnjë, mos më fusni në stres tani. Jo, më që ma stresi, da jeduta. Dong dong. Dong dong. Prajmi. Dong dong. Dong dong. Ha. Ore, më stresua tani. Më kaloi dhe qefi. Ja, ta mendoj. Paske kështu. Si? Qetri shumë kalo ka shpejt. Po. Okej. Mirë, çfarë mendon për mua? Një vajzë me probleme. Shumë. Ja. Ke ato të tuat? Ka të tuat. Ke ato Po dhe 20 ditë të vrejna. Ke ato të tuat, sigurisht. Qa janë ato të tuat, ama? Të tuat. Po, Jo ato që ke ti sigurisht, jo. Ke Po, ato të tuat, ha? Po, jepe përgjigjen konkretisht, mos fol përgjithsi. Po ti hajde këtu çmorrë. Tu jam, o të shpirt. Merr këtë lepur. Po Tani ky është emisioni i kështu që Por që vlerësoj jashtëzakonisht pikat e tua të larta Që janë? dhe nuk vere pikat e tua të ulta. Nuk e përgjigj pyetjes, vllai. Ua, ky të tha super gjë të Po jo, po, najti shumë gjenerik. Po le se kam bërë 50 pyetje aty s'më shpërgjigj dhe një pyetje. Ua, vlerësoj pikat e tua të larta dhe nuk Dua të di kush janë lera pikat e larta, vlla. Nuk dua të di të gjitha. Të tuat. Dha super përgjigje. Ja, unë dua të Do përgjigjem. pikat e larta. Po, dua Pikat e larta. Për shembull. Po i diti se ti kam Jo, nuk e di. thënë dhe Jo, nuk e private, di. ti kam thënë dhe Nuk e publikisht. thënë më valla. Okej. Bujare. Intraprendente. Për ne që s'di. Gjithë për drejt për drejt. Si për Jo, intraprendente. Njëri me iniciativë. Po. Pikat e larta, kurie solare, i adhurueshme. Sepse ke një
Mjaftojnë pikat e Jo, larta. jo, mos e thuj, pyetje tjetër. Pikat e ulta tua. Mos e thuj, po, mos e thuj. Lëri pikat e ulta. Jo, i them pikat. Thuaj. Ishi këto zmorfjet, këto momente që... Më ka ik botoksi, vlaj, se do të kisha i shumë Jo, sepse nuk të pasurojnë, për kundrazi japin një sens në mbledhësimi dikujt që është afër me ty, kundrejt teje. Asnjëherë si kam parë këto të Blerina. Nuk e di. Normal ma jetësh 24 orë to, po të i shef boll. Por që 70-80% mira i ke pikat e larta. Ecim. Çfarë smorfje, çfarë smorfje? Shprejt se ftyrë, shprejt e ftyrë. Ngërdeshën, se kam pa në herë kundër. Ngërdeshët boll sa dush. Ngërdeshën me ju që ngërdeshën, me ne që s'ngërdeshën e s'ngërdeshën. Pas ke taruti, Romiri. pas ke taruti, si se mirë. Taruar. Kam për sigur s'po thith dhe çamën e lëna. Romiri. Hajde të bëjmë aktiv sonte. Kush do ishte mënyra e dur për ty për të ullur dikë. Për ta ullur dikë. Për të ullur dikë. Pra, ti ke objektiv. Që ta diskreditosh ti person. Diskreditimi fjalë madhe për ta ullur, kuptim për ta nënvesuar ose për ta bërë që të ngjaj keq. Ja, po ta themi kështu më. Kush do ishte një mënyrë, një ndër. Më the tre gjëra të ndryshme se për të treja kam nga një formë, kupton? Vazhdon që të ketë disa mënyrë. Për të ullur dikë. Për ta ullur dikë. Po, për ta ullur dikë. Ullu. Skredituar. Si për këtë? Ullur. Skredituar. Në vlerësuar. Me heq kredit. Për ta nënvlerësuar. Nuk i flet. Fare. 24 orë, në 24 skip total. Shumë i qartë. Që ishte na ime. Okej. Jepi pra, Romir. Jepi. E bëj dhe jashtë këtë. Jashtë, po mirë, jashtë dhe brenda e Po këtu brenda është pak më e vështirë, sepse bjen më në sy. Jo, e kam timen, e kam natyrale. Kur s'më pëlqen, po kështu. Ndërsa është nuk kuptohet, 24 orë. këtu kuptohet. Dhe nga që të kam parë disa herë që e kam bërë. Që e ke bërë, doja një konfirm, thjesht për këtë ta bëra aty. Concord Group. Dhe sigurisht Ford, më thënë. Okej? Jepi. I lirë. Mendoj se po e ndes. Unë dhe Romiri vuajmë kur i bëjmë. Çfarë mendon? Po pra, domethënë se atë s'po ndaj, ta bëj pyetje kështu. Ashtu. Bëj një pyetje kështu. Ja, kështu. Po bëjmë si dush. Ke kohë Do t'isha aktiv. Bëj një pyetje kështu. Po apo aktiv? Çfarë mendon për fenomenin e egoizmit? Apo ca më keq akoma për fenomenin e egocentrizmit. Indrit Agaj. Po si do të di? Ja gajt e Indri. Egocentrizmi. Se egoizmin unë ndaj dhe në egoizmin profesional. Po. Jo, i përgjigjem. Si I mendon? se më pëlqen. A je sigur të Indri? Më pëlqen Mos do një shoqërues. si pyetje. Unë di. Po je shumë larg apo? Se është dhe qull. Indri, Po sigur ti. bjeri nga bari. Sepse ato kaldrëmet do të futen, do të zhyten aty mund të brenda trashkasin ata. paterica. Bjeri nga bari, sa më shumë bar. Okej. Ja del deri atje në fund. Se me këtë rast bën dhe krahët në qik. Se Oh!
Më mirë, të rrjat pime ty. Si të nuk, kam hamë mësë. Thash të do pasha vazhde, se s'kemi ngutë, ose? Dhe që të zakonisht e vlerësoja zakonisht shumë. Egocentrizëm. Egocentrizëm. Qëndra e vëmendjes, domethënë si fenomen. Është i dur, i bërë në mënyrën e dur. Kur teprohet, si çdo gjë tjetër, është shumë i bezdisshëm, është i dëmshëm, në radhë parë për njerëzit që ke përreth, e pastaj për veten tënde derisa arrin atë pikë që e bën, pa vrarë mendjen fare që po bën një diçka që tjerët, se pastaj egocentrizmi ka edhe këtë gjë, kur tjerët shikojnë që ti përpiqesh non-stop të tërheqësh rreth vetes këto gjëra, tjerët largohen. Njerëzit e zgjut largohen. Ndoshta tjerët jo, po ndodh kjo gjëja. Mendoj dhe përsëris që i bërë në masën e duhur, sidomos dhe për një artist, është duhur. Për ndryshe nuk ke atë, pastaj varet nga aftësia si e bën. I pyetje kjo, duke qenë këtu mrena, mendon që mund të jesh i rrezikuar edhe ti, për shembull, edhe unë. Nga egocentrizmi. Apo është diçka karakteriale? Është karakteriale, i bërë dhe përsëris në mënyrën e duhur, në masën e duhur, pas forcim kundrejt tjerëve, në mendoj që është okay. Duhet ekuilibru. Nuk është diçka. Jo, ama kur fillon pasaj dhe në çdo kusht aty pasaj. Të largohen njerëzit është shumë e thjeshtë, sepse nuk janë bullame. Rrotulloje. Ha? Do pyet Indrin se mund të flëm nga dhoma jon nga që janë dhe krevati Gresës dhe prita mendoj. Bosh edhe janë të Se tani as mund t'i përgatisësh pyetjet. Ka patur momente këtu brenda që kur ke hyrë që ke thënë pse kam hyrë? Po, ka pasur. Ka të bëjë me ndonjë episod veçantë apo në përgjithësi? Kur ka degraduar gjëja? Më duket sigurisht si për bo. Dgjoj, a mund të bëni ju pyetjet e mia unë për rrotulloj? Jo. Të lutem. Po jo, po sepse nuk kam asnjë kuriozitet. Po ku e di ti? Po ti cigarë, maksimum cigarë mund të jepja. Jo. Ose një orë robi falas. Ha, rrotulloj. Se çfarë dish ti? O vis, Soni do që t'ja bësh ti pyetje të vend Sonit, jo të përgjigjesh në vend Sonit. Jepi, rrotulloj. Jete kish ku të falë. Ja. Vis? Pyetje të mua. Shef, sa bukur është? Sa bukur është? Shef. Atë të kisha ime për shembull. Çfarë të mungon më shumë këto momente? Tani. 25 minuta arabi. Nga Soni. Paqa mendore. Tash, po, më ka djeg ajo masa kësaj, ka djeg dojnë vesh. Se më skuq. Fëmijët është. Fëmijët. Rrotulloj. Edhe këtu. Fëmijët. Edhe këtu që bie nga Soni, po ty Soni, çfarë të mungon? Jo, unë kam përgjigjen gati. Sara. Fantastike. Po të ha unë, Po e dishe me ty. Më falin ndërhyja, disi një bo me këtë lojën ju? Kanë qenë qa bëgjosqik me Zara. Ku t'i ditë? Hullije, për t'i Ishin ke opera. Ku t'a gjeni? Edhe që ka pas tujtë më qefta, se mund t'i kapte policia. Ku t'gjeni dës rëdullu qishë, unë Zarje. Se bën ato me mua. Shkërë me se pina të dhe eshe, sigur. Se po gjej një pyetje që ta kryej pra. Hama. E po përspitja.
Këtë punë do Shpendon për nominimin tënd. Shumë e bukur. Nominimi im, U futëm në temë në fund. nominimi im është shumë i drejtë, se ka ardhur nga 3 njerëz që unë nuk kam konsiderat dhe patjetër që pres të njëjtën gjë mbrapsht. Kështu që është shumë i drejtë. Unë normalisht do nominojmë, jam e nominueshme, jam shumë e lumtur që jam nominuar nga 3 njerëz që kam të njëjtën konsiderat për ta. Nuk të shqetëson fakti që në ferm ka njerëz që mendojnë të të nominojnë? Jo. Ja. Edhe unë mendoj t'i nominoj. S'më shqetëson fare. Mua më shqetëson fakti që në ferm ka njerëz që mendojnë që janë të panominueshëm. Okej. O, preci arrotuar. Visi. Visi. Ja ka, i mi drejtshëm. Visi. Mos luaj. Dhe luash. Ja, s'kam. Kam kapacitetin. Tara. Bëj një pyetje vetes. Vanessa. Pres Indrin të kthehet që të flym gjumë, po hajde. Samir ke akoma pyetje për Vanesën. Samir ke akoma pyetje për Vanesën. Kam gjithmonë pyetje për gjithë. Si po. Jo, s'ka gjë. Atë ja kam falë. Ka ngrirë. Vanessa. Ta ka falë. Prit pas se po i pyes Vanesën. Çfarë do vjesh ti si për? Nëse do duaj që të riktheje dikë nga ato që janë eliminuar, ku do riktheje? Eran Soilin, apo ka qenë? Që janë eliminuar apo që kanë ik vetë? Që janë po dy s'kanë si që s'janë këtu. Një nga ata që s'janë këtu. Jo një dën. Jepi, rrotulloj. Rrotulloj. Mëse s'është kaq e thjeshtë kjo. Soni. Si shika. Nuk e kuptoj pse Soni e luan këtë lojë. As unë s'po e kuptoj. O, dhe unë nuk bëj më pyetje mbas kësaj. Domethënë, mund t'i Ti bësh bie në ti. një që pëlqen. Mund t'i bësh ti që Po pëlqen. mund t'i përgjigjesh pyetjeve apo jo? Unë gjithë juve më pëlqeni. Po jo. Ai përgjigjesh, po nuk do Po, nuk do të bëj pyetja. Po mund t'i bëni kush të doj nga juve, mund t'i bëjmë vendin tim. Po, jepi. Për të përgjigje, përgjigjem. Okej. Momenti më i vështirë që ke pas këtu brenda. Jo, e pyeta unë, sa s'kam. Se pyeta. Unë se dëgjova këtë gjën. A është? Okej. momentin më i gëzuar. Diçka të cilës ti i druhesh këtu brenda. I druhem shumë një degradimi në ndonjë debat nga pala tjetër. Domethënë pjesën e prekjes personalitetit e kam shumë. Që s'do di si ta menaxhosh apo? Jo, unë ti ta menaxhoj. Po, nuk ai don të sulmi nga ana ndodhet. tjetër me gjëra Nuk do donte shumë që të ndodhte një degradim nga Të të ana. ndodhet degradim. ty, të Po, të ndodhet me ty. fjalë me degradim ja. Flet për nivelin e tjetrit Të më shumë tjetrit. se sa ty. Nuk do e kisha me dëshirë. Pavarësisht se unë asnjëherë s'e le Nga një grua me një Shkak. eksperiencë, me shumë eksperiencë, kështu flet më shumë për tjetrin se sa për ty kjo gjë. Mos u shqetëso. Anyway, do të thënë Jepi, kjo gjë. rrotulloje. Kështu. Pyetjen mendojeni juve kush do ta bëj për të Ne bëj. ikëm. Natën. Natën. Faleminderit shumë. Hajde ma bëj një pyetje. O të betohem. Vetëm mos ke bërë pyetje. Po dëgjoj unë ti bëj gjatë ditës Po jo, pyetje. ma bëj tani një pyetje. Edhe mbylla. Po. Okej, po ta bëj unë për aty. Kush ka qenë momenti më i vështirë ose debati më i vështirë për ty që të ka prek jashtëmase? Kam pas disa. Dy. 2 debatet më të vështira. Që të kanë prekur, jo që si ke... Lakra dhe peshku. Jo fare. Ka qenë situata me Akili, që më ka prekur shumë. Them 3. Whatever. Situata me Mozën, jo Po, ato për të ngritjet, po ajo për fëmijët, Po, po. dhe situata djeshme. Po. Kjo 3 më ka prekur shumë. Dëmjet Me gjakun. Me Zhakun. Sisha. Si ishe? Kështu pra. Ha me Zhakun në debati. Jepi. Unë me pyetje të mbylla këtu. A unë? Po, Blerina është. Lina tje? Përshëndetje, unë sa erdha, po. Lina. Cila është karakteristika që mendon
se njerëzit keq kuptojnë tek ty. Exuberanca. Exuberanca. E të qeni trop shumë Egzaltuar. Euforia. euforia, po. Jepi. Soni. Kush do ishte personi që do kishe më shumë keqardhe që mund të largohet nesër? Nga juve që jeni të nominuar. Sara Henry, Moza dhe Bujari. Po me ty, normal. Vazhdo, këti. Pyetjet bëjnë ju ama. Bëjmë ne. Hajde se mund të të pëlqej. Po jo, po nuk më pëlqen. Sara. Pyetje për Sara. Mirë atëre, Sara. Më bënë. Po nga net 4 po të largohej, kush do të vinë te keq ty Sara? Sa bukur, na pëlqeka. Është e vështirë. E pra. Nuk po ngelet hapri, thuaj një emër Serenc. Që do ndihesha më vetëm, Më bosh. më bosh, Blerina. Blerina. Po nga në tuaja. Jo. Bëjmë pyetje që dalim i qik nga kjo puqi-puqi. Po s'ishte puqi-puqi, se unë puqi-puqi kam shumë këtu, thjesht. Ajde. Me ty mund të flas më shumë gjëra gocash. Zot puçi. Ideja është sikur po e kretin njëri tjetër. Si po bëjmë lajka njëri tjetër. Blerina, mendon që në këtë reality? Si ishte? Mendon që e përdorur ndonjëherë në këtë reality? Përdorur jo, po përdorur po. Okej. Rrotulloj. Nga kush? Jo, po s'doja ta dija. Tentativ ngele në Oj, liri. Po jepi çik shpejt, gaz. Pyetje, ç'të vjen në mendje deri? Po s'më vjen në mendje asgjë. Sa ferma kanë në Shqipëri? Kujton. Sa erdha bë. Sa si s'ka lopa. Ka qenë ndonjë situatë që të ka bërë të ndjesh e keq tu brenda? Seriozisht? Duke hequr pjesën e lopës, kësaj të pulës me mozën, që e ke dim që të ka rënduar, le të them. Mua, fare. Jo. Zero. Okej. Jepi. Që t'jap. Jo, po mendohet, po mendohet. E po mendoj. Mund të qenë situata të tjera veç që të Një papret. situatë tjetër që ne nuk e dim. Ta lëm të përgjigjet. Jo, po e mendoj, mund të jetë një situatë që më ka prekur vërtet Që edhe shumë. ke pas disrespekt, për shumë. Disrespekt. Po një disrespekt i madh, ka qenë momenti, me vetë, e kam pasur të debat me Mozën këtë gjë aty te Kolibja për faktin e simbolit, sepse nuk mendoj që duhet të kishte anashkaluar me kaq lehtësi edhe me gjithë to pretekse, me gjithë to gjëra, po pikpamjet e veta. Që nuk do të bëjë simbolin e Shqiponjës. Ndoshta kjo, ndoshta dhe një gjë tjetër. Kjo jo ndoshta, po ndoshta diçka tjetër. Themi më mirë. Sigurisht kur përmenden familjarët mua më rëndon shumë kjo gjë. Sepse vehem në pozitën që po të ma thonë dhe mua këtë gjë, siç fjala që ju tha atyre gocave, përsëris dhe një. Pra, unë kam qenë pjesë e debateve, jo shumë debateve. Për të tjerët. Po. Se nuk është se ty ta kam përmend familjen këtu. Jo, absolutisht. Edhe jam përfshirë sepse e kam ndjerë veten po sikur të isha unë. E kam këtë vesën çik që kur futem sepse e mendoj veten sikur jam unë ai që po jam i ofenduar, i kupton? Dhe prandaj përfshihem. Sepse për kputucët e Borës ose për Po ty vetë personalisht nuk të ka nuk të ka disrespektuar njëri. Jo. Nuk mund ta them këtë gjë. Rrotulloj. Nuk mund ta them këtë gjë. Avash. Okej, Soni.
Mendon se të kam munguar në një respekt, ose do kishe pritur më shumë respekt në këtë? Po, them drejtën në fillim nuk është se kam pas pritshmëri nga ti, duke ta njohur edhe tipin, që je pak edhe kështu i shkëputur, nuk është se ke, për shumë për kundër nga ne tjerë që neve dhe përfshihemi emocionalisht me miqësit, ti je tip më i ftohtë. Dhe duke ta njohur këtë gjë, unë nuk është se kam pretenduar, por pretendoj tashmë e tutje. Mbas 40 ditëve bashkë dhe mbas se kemi fjetur të fakiri. Ka ndryshuar diçka. Kemi më komunikim. Shiko, Sigur kishin fituar dhe atë volejbolin aty, do ishe tani u kthehet lartë fare. 20 ditë. Mendoj që po përpiqesh. Atëherë ideja është kjo. Ishte pyetje për... Po pra, është pyetja e asaj, s'është dialog. Kur të kthehet gjiro ta kthej. Jepi Ta shpjegoj, jo ma shpjegoj se... Jo. Kjo është ideja pra, që ti ta bësh bisedën më vonë prap. Mirë. Të lëm diçka pa thënë. Po. Ose thuj gjithë. Unë po iki po ashtu, vazhdoni. Ta lej pyetjet të radhës. Qa ke viso? Kam një qikët komën kështu si, po jesi indre. Larkë qoftë. Po jena shgama, vina. S'pon vjen asa rast një që zemër. Për momentin. 4 do dalin koma durës, 2 do dalin larkë qoftë. S'pon vjen se kam një pyetje, po s'du t'i rikthem kohëve të fillimit, prandaj. Po mirë pyete, pse si u kërkon atyre të shtëpisë të dërgoj një xhupë tjetër? Përgjigjja është që kam 4 xhupa dhe vazhdoj të vesh këtë. Vetëm nuk kam asnjë pyetje për momentin, ta thashë. Kush ka një pyetje për mua? Kam unë. Mendon që... Xhupi. Jo. Që në ndonjë rast ose në përgjithësi mund të kesh egzageruar? Po patjetër unë njëria. Gjira. Gaboj. Dhe bësh prap. Ta bëj pyetje? Pse nuk vjen kjo si duhet? A do egzagerosh sot? Jo, shiko, unë mund të jem impulsive në përgjigje që mund të dallohet që më prekin. Jo, edhe në sjelljen përgjithësi, kuptimin në gjithë ato që Sara është. Raporte. Unë jam shumë entuziaste për jetën dhe për marrëdhëniet. Nuk e di nëse entuziazmi im në ndonjë moment disa njerëz mund t'i shqetësoj apo t'i bezdisi, po unë nuk e bëj kurrë me qëllimin për t'i shqetësuar apo për t'i bezdisur, por e bëj me dëshirën dhe entuziazmin që kam për të folur, për të biseduar, për të bërë shaka me individin. Dhe nuk e bëj këtë gjë me të gjithë. E bëj me njerëz që mendoj që kam konfidencë ta bëj, ose dua. Vuan dhe Sara nga kjo që vuan Blerina, që është domethënë do të është entuziaste, si thuash. Që si u tarua gjëja, u bo perfekte dhe një. Ilir. Tani është perfekte. Po. Po. U tarua. Ja, këto do t'i heqesh. Godite. A mendon ti Bëj shaka. që fakti që je fituesi një reality tjetër po të bën dëm këtu në mendjen tënde? Po, në mendjen time. E kam pyetur shumë herë veten para se ta thoja po për të ardhur këtu. Jo, këtu brenda, them, jo çka ke menduar jashtë. Po, jo, se lidhet Po, okay. nga si vjen. Ndryshe, po ta marrësh me pishmanllik, s'ka shans duke njoh veten që ta bëj një gjë. Po tashmë thot, mas 46 Po, vjet. po. Jo. Po e shijoj, është komplet ndryshe, sepse njerëzit janë komplet ndryshe. Po e shijoj, po përpiqem të kuptoj nga çdo moment gjëra të reja nga secili prej jush. Dhe kjo gjë do ndodhi shumë më qartë kur hyrjet të ndalojnë. Sepse gjithë kjo, në disa herë kemi biseduar, kjo përzierje letrash. E njëjta gjë. Dhe tani edhe me 2 pa letra, se edhe
Është një çik vështirë që sepse s'kombinojnë, ndryshojnë, ngatarrojnë dinamika. Thën kuadrin e lojës kjo gjë, edhe fokusi shpërqendrohet, e kam thënë, fokusi shpërqendrohet, sepse nga një kisha fjalën për ty më ndërish se sa më shumë për lojën. Jo. Pa ti përgjigje shumë në përgjithësi për lojën. Unë dua të di për ty më ndërisht. A mendon që të sfidon për keq fakti që ke fituar një gjë tjetër dhe... Okej, merrem. Po kënaqem realisht. Jepi. Sepse është eksperiencë e re. Përndryshe nuk do kisha. La giacca rossa, la giubbe rossa. Si që pra mirë, ja. Qa pyetje t'i bëjmë Lerina? Shof se unë jam në mes dhe nuk më bie shishë mirë. Transversale, t'i bëjmë një pyetje transversale apo një pyetje... A do t'ulesh këtu te unë? Jo, Ti jam ndryshoj. shumë. Hajde që më te. Edhe më Jam mes. shumë mirë, jam shumë mirë. Po çik shpejt. Ti ndryshoj? Po pra se Se mua du të mbien thosh, mendoj pyetjesh me t'i bëj. Pyetje më kështu. Pjesë është puna aty. Puna Jo ti, në përgjithësi. Ah, po. Se përmishim ka rënë 2 herë dhe kam rënë 2 herë. Po, Lerinës... Se ka adi disa gjëra që i ka lënë. Ka Po marrë mendoj ku moza. mund t'jenë. Jo, ca ato rrobat që ka pas vesh të dasma. Janë me të mbyllur? Ti shikojmë? Jo, janë kështu. Ja. Jo, s'ke. Se besoj. Në një gjë që kam. Gjithsesi të duhet urgjente? Jo, nesër. Mund t'ja Sa të japim. shkoj do jetë gjë e parë që do Ok, bëj. thank you. Pa diskutim. Me Blerina. Kush është personi këtu brenda që e prisje në një mënyrë dhe të ka dalë në një mënyrë tjetër? Sa duhesh gjithë. Të gjithë. Për faktin që nuk njihja asnjëri, dhe nuk është se kisha ngretur ndonjë aspektativë ose pritshmëri nga secili, po të gjithë personazhet të brenda na që kanë hyrë deri tani kanë pasur një evolucion. Kush më ka zgënjur, kush më ka surprizuar për mirë. Ecim? Ecim. Okej. Thash, e dia. Shkrihet. Thash e tisha. Ha, jepi. Po nuk më... Bëjni i pyetje nga ato të tekiles që ky su përgjigj. Po, fiks para, po. Po përgjigjet kap kështu edhe nuk përgjigjet. Nuk do ta lëm Mos i bi gjatë, jepi shkurt. Jam përgjigjur aq saktë. Mos na Nuk do ta lë. lëm. Aq drejt. Po bëja prap. Bëja pyetjen ti se do ta lëm. Fantazin për një nga fermerët këtu brenda, po jo çuna. Jo çuna normal se. Jo se ma lere se më është përgjigjur, se Jo, ishte... nuk Një sekond tani ta dëgjoj. Po jap kohë të mendohet. Me këtë nga fermerët ose fermerët doje të kaloje një natë edhe ishte me të gjithë nga një natë, më kupton? Me të gjithë sepse Mirë, dëshirë do kisha nejtë tek Olimpia për një natë. Fokuso dhe Nga i përgjigje. pari dhe i fundit. Do kisha kalu kohën. Fokuso dhe Fantazi përgjigje. hot që ta kemi... Unë imagjino unë e kam thënë. Se më ka ardhur mua kjo pyetje dhe e kam thënë. Ka një emër konkret, ë? Jo, kam thënë fantazin. Po. Ha. Po që të Po jo me një mashkull këtu. Më kanë thënë fantazim. Dakor, që ke Ta thënë. është përgjigj me... Okej. Jam përgjigj vërtet. Ishte me kush është fantazia jote apo me kë person? Me kë? Pa dashur të ofendoj askënd, sepse nuk është... Por që të kesh një fantazi hot për të kaluar një natë dhe plot fantazi Po pra më përgjigj dhe askush. për dikë, duhet të të pëlqej ose të kesh një lloj atraksioni për atë person. Po pra. Kështu që nuk... Po shivi që kërë mirë. Ina e tha febra. E cilësoj, kështu që nuk... Bukur, vazhdo. Rrotëva. Nuk Romiri! kush do përgjigjet për mua? Unë do të Dua të të bëjt një të pyetje që Blerina më bëj. pse mos ja bësh? Kam frikë se do të kthej atë njëjtën përgjigje. Mos na çoni pyetjet. Kur s'mahat, asnjëra nga femrat nuk është tipi im. Mbaroj filmin. Se vërtet asnjëra s'është tipi im. Të duhet, duhet. Ba thuaj me në syze, ba. A u tregova aktiv?
Martin se ka. Keni një pyetje më serioze apo? Vazhdoj, rrotulloje. Po si ja bëra pyetjen. Nëse vazhdo. Bëri pyetje do u përgjigjem. Dakor, okay. Soni. Njëta pyetje Soni. Po da do thot asnjë. Rrim ke fantazia. Boring. Jeni boring. Jeni pa fantazi fare. Do ikit e pellgu, ato ka fantazi. Edhe mua s'më pëlqen, se po të më pëlqen. Mirë, vazhdo pyetje, mos gënjejmë tani, vazhdo pyetje. Mjaft gënjyem tani, vazhdojmë. Atëherë Soni, kush të duket kush të duket këtu nga ata që janë, jo nga ata që ikën. Personi më fake. Au, E bukur. e kemi. O, Po drejt. kam edhe një listë po desh. Qoftë edhe në mas të vogël, nuk ka rëndësi. Qoftë edhe vetëm në një rast, për shembull, që të ka bë përshtypjen Unë kam që ja 3 me të pjesë. Unë kam ja 3, por nuk do të nga ata të tre kush ka qenë më fake-u? Aman. Më, Gërmën e parë. Jo, nuk mund ta them sepse Zbuloj lojen. jo. e po kështu e? Shiko, po ta kishin thënë Edhe mua, pak më ka po ta shkënjur. kishin thënë mua këtë pyetje, unë do ta kisha thënë. Nuk kam asnjë Tani gjë për të. pyetje s'do t'i bësh, përgjigje s'do t'i japësh. Jep njërin që mund ta kesh shumë larg. Jo, nuk e kam as larg. Mirë, që kanë qenë dhe, që mund t'jenë dhe jashtë ata që kanë dalë. Jo, nuk i dua nga ata jashtë, i dua nga ata brenda. Tjetër, Soni. Po jep Nuk e asist. kam parë aq larg. E kam Aq të kuptuar. larg. Okay. A vash? Okay. Po thuj një emër. Se them dot. Unë e di se kush është, po më thoj një tjetër. Për shembull, Zhaku është tjetër. Është duke bërë një personazh këtu. Të duket fake. Po. Se është komplet i tërë gjë jashtë. Rrotulloje. Sa mirë ju që njiheni, realisht. Dhe sa mirë unë që s'njova Ose asnjë. i bie që ka qenë fake jashtë, pastaj të Po, është kjo po. që është këtu. Nga të dyja. Po mendoj që jashtë Lerina. jam. Kush do e bëj pyetje Lerina se? Bëja ti Sara. Pyetje sipas teje. Pyetjet e Ja, Sonit, nuk kam. pyetjet e Sonit le ti bëj Sara. Nuk kam. Një pyetje sipas teje. E di, po seriozisht nga që rri edhe shumë me të. Nga e gjithë e s'kam eksperienca asnjë- këtu që ke pasur deri tani, çfarë do doje të ndryshoje? Një gjë që mendon që ke bërë gabim. Që ka bërë gabim? Nuk besoj se kam bërë gabime. Kupton, Jam unë edhe shumë këtë përgjigje e di. Jam shumë në kontakt kemi me vetveten. folur. Po. Tani. Po më ti e di pas ta bën për vete. Sara. Pak më interesant. Ma thuaj ti si mas Pas kësaj do kush ndalojmë neva apo do kush vazhdojmë është superficialisht? Do vetë na Kur dëgjoni. do duash? më fake me vetveten i lidhur me strategjinë e lojës. Se ka edhe një gjë që ne Do të thotë që del nga vetvetja, edhe këtu kemi parë vetëm strategun ose strategën e lojës. Ne jemi nuk është se po zbulojmë Pra, diçka fake. nga dikush që na intereson dhe mezi po presim të bie shisha, fal brein se do preva. Po. Që është akoma në lojë. Po. Si ishte Person? Si ishte pyetja? Më feku. Më feku që del nga vetvetja vetëm për që kemi njohur vetëm pjesën e strategjisë të lojës, pra strategu apo stratege. Pra që del fake. Pak a shumë si pyetja që i bëra unë sonë. Po, po thjesht e qëndisa pak më mirë. E arnoj. Që domethënë që bëhet fake për hatër të strategjisë, Po. jo se është kjo fake për Moza. Do të thënë janë gjëra që dihen. Banale. Ajo është. Për lojë nuk mendoj që ajo është ashtu, mendoj që Duhet të është ulem një ditë shumë të e bëj mirë. gati ndaj 30 pyetje. Soni. Soni. Midis Romirit dhe Ilirit, nëse do duhet që të nominoje dikë, kë do nominoje?
Shikao. Tani i thotë vërtetën, kaq pyetja. Tani të Si gjithë si përgjigje si babi jot, Shiko, të gjithë e din, domethënë unë absolutisht kam afeksion për të dy, po për të qenë koherente për gjërat e mia që nga dita 1 unë kam qenë me Romirin shumë afër. Jam një dhomë, kam shpenzuar ekstremisht shumë kohë. Domethënë edhe normalisht që Iliri e din këtë gjë, por domethënë nëse do ishte zgjedhje tjera, Iliri do ishte Jo, këte të dy e kanë fjalën. Po tash edhe Iliri e di që unë rrim me Romirin non-stop. Dhe mos them domethënë që edhe nëse do ishte Visi, që e kam shumë të afërt, unë prap do zgjidhja Romirin. Okej. Rrotulloja. Varet nga momenti, ai momenti i nominimit është. Tani më tani, po thoya. Rrotulloja. Okej. Vazhdo. Unë nuk bëj pyetja. Okej, Bëj gati. Po. Po. Blerina. Dërmjet Romir dhe Iliri. Kush është njeriu më... Kush është njeriu? Po dërmjet Po prit, more se... Ja, Blerina. Jo. Dërmjet Romirit dhe Aja Ilirit. Lesarës. Jo, ta ndryshova mendje. Dërmjet Romirit dhe Ilirit në nominim, kë do zgjidhje? Për ta nominuar. Pra, Këtë që qoje drejt rrezikut për medalë. Jo për ta shpëtuar. E qonë drejt rrezikut të ikjes. Bje fjala. Bje fjala. Ua. Thojt vërtetën. Unë them gjithmonë të vërtetën. Hajtë se unë e di. Po ne din të do gjithë, zgjidhja se Romirin. mos vetëm ti. Romirin. Do nominoj Romirin? Po. Do nominoj apo do shpëtoje? Jo, do nominoj Nominoj Romirin. të mua. Baba! I për rrotulloja. Sona merde, ecit. Sone. Soni, tani, dzire kalashi. Kujdes, Do baba, ta pyesësh kujdes. mes ne të dyjave. Po jo, mua do më nominonte. Po, midis meje dhe Romirit. Këtë Ah, ne të nominoja. dyjave? Okej. Mendova ju të dyjave. Po, me që na ka për zemër të dy, siç thot. Ju kam të dyve shumë për zemër, Po, Po, Romiri. por di që unë kam Po, ti e ke zemrën e madhe për të dy, po kë do shpëtoj? Kë do hidhje poshtë na ura? Kë do Ty pra, shpëtoj? ty Jo, kë do rridhje na ty ura? të tha, ty. Jo, nuk do hidhja nga ura, se Ty pra, ty. Unë jam. Ty. Okej, Vazhdo. Do Do si dhe Romirin. Ti ja Do del zgjidhja të Romirin. fitosh një sfidë, po përpiqem të bind që ti prapë se prapë je shpëtuar. Romiri nuk i fiton sfidat, kështu që zgjedhim Romirin. E kuptove? Vazhdojmë. Do me thënë, unë pavarësisht herën e kaluar, do me thënë, prapë se prapë, unë të zgjodha, ashtu. Por, do me thënë, kam thëmë vetës, do me thënë që tani e tutje, do me thënë, normalisht duhet që ndroj Besnike korrente, vetes, po. Perfekt. Po, më po jemi rregull. Okej. Oh, Ilie. Jepi, Soni. do t'ja kalosh Sarës. A du të bëjmë pyetje ty? Po pra. Po, jepi. Jo, Shishi. vazhdo Vazhdo që na të shpjegimin e shpëtoj. Pasi më tani. që ti pyetja ishte, do të thënë që a mendon që Jo. kam pasur ndonjëherë Me sa mungesë afrohem. repeti. Ndaj me edhe tash që ti je i shkëputur, do të thënë emocionalisht, kështu dhe neve, do të thënë por tani prapë e pretendoj. Dhe ti doje të Jo, se jam shpjegoje. shumë kurioz për vazhdimin e... Po, unë tepër kurioze. Nuk është shumë e vështirë, është shumë e thjeshtë se është ashtu siç jam unë. Unë jap njerëzve një lloj konfidence fillestare të kufizuar. Sepse thjesht dua të krijoj një lloj raporti, themi, të kufizuar në fillim, sepse nuk dua të jem as i vinkuluar, si i thon, as si i thon vinkuluar. Gje vet. Vinkuluar s'më vjen. As kem halle, as të t'jap halle. I kufizuar. I kufizuar. S'dua të jem i kufizuar në një raport fillestar, se nuk njihemi, prandaj them që një ndër pro dhe kundër që unë kam këtu brenda është se nuk njoh. Dhe po ju njoh. Okej? Dhe
duke bërë këtë gjën, me kalimin e kohës arrit të kuptoj kujt duhet i jap konfidencë për te i gjës dhe kujt jo. Sepse kështu e kam dhe më kollaj, pasaj mos vras mendjen fare kur vjen ai momenti nominime. Për sa i përket gjës këtu brenda. Ndoshta jashtë do ishin tjera komplet gjëra. Ase besoj fare këtë. Është e vërtet. Unë po ta shikosh në një plan të gjerë gjën, ndoshta sigurisht me çunat kam pasur një mënyrë ndryshe komunikimi, sepse më vjen dhe më kollaj kjo gjë. Sepse me vajzat është pak më e vështirë, se jeni edhe më të detajuara se sa ne. Jeni më të detajuara. Më sikletshme. Më të sikletshme. Kështu që preferoj dal nga dal, seleksionoj atë që është gjithë shoqëria këtu brenda. Edhe thjesht e bëj që mos kem asnjë lloj problemi pasaj kur të them Soni, kaq ishte gjëja, në kuptimin e rastin po marr, shembullin. Por që jam i qetë, sepse konfidenca jo nuk shkoj për te i gjës. Do t'ja shpjegoj. Shoqërore. Unë kuptova përgjigjen, po s'kuptova pyetjen. S'ka gjë. S'kishte pyetje, vazhdo, rrotulloje. Se më bën ku e lam që. Ka problem, vazhdo. E kuptoj Soni, kaq. Vazhdoje. Po ne çaj jemi në ujë gardi. Kuptoj dhe unë që se mora vesh. Do shpjegoj pastaj. Blerina. Blerina. Mirë. Blerinës. Së shkollaj ti bësh pyetje Blerinës, e? Pse? Jo, një pyetje të veçantë. Për shumë që ngjyrat pëlqen. Qartë Blerina. Ose pse se vesh fustanin e vet. Fustani verë Gjatë tilla, e kupton? Po Blerina është çarmatosëse, është e drejtë për drejtë edhe duhet e them sinqerisht këtë. Po të gjithë jemi drejt për drejt. Realisht. Jo, po është më, duhet të thonë, Realisht. Kush është pritshmëria jote e rrugtimit këtu brenda? Pra, do arrish në finale, do dalësh para finales? Atëre, E ideja... jotja personale, duke parë në këtë pikë të lojës, të rrugtimit ose të gjës, ku janë pozicionuar gjithë lojtarët e tjerë? Qartë. Atëre, unë që kur kam hyrë, nuk kam hyrë për pritshmëri për finale. Pa diskutim, nuk jam një person që filloj një diçka për mos arritur deri në fund. Në këtë pikë të rrugtimit tim, besoj, kam shumë qef të arrijë në finale dhe besoj se kam dhe potencialin për ta mbajtur dhe vazhdimsinë. Por çdo ditë më shumë që kaloj këtu brenda është një arritje dhe për mua është okay. Domethënë sikur dal nesër, me që kemi mundësinë për që të realizohet. Unë kam arritur fitoret e mia, kam qenë gjithmonë koherente me veten, kam njohur njerëz fantastik, kam përjetuar emocione që mbase kisha kohë që nuk i përjetoja, kam bërë eksperienca të reja, kështu për mua është okay kështu. Por pa diskutim, mendoj që mund të arrija shumë mirë në finale. Okej. Zhgënjimi më i madh që ka pasur në jetë. Soni shishe. Soni shishe. Shkëndimi. Mund të jetë personal, profesional, çfarë Po ka ka dhimbje. pasur dy, një personal, një profesional, që në një konkurs shumë të rëndësishëm muzikor, se s'dua të kalojnë detaje se është Ja. do më thënë më shhequr çmimi i parë, që ishte, do më thënë, në gjitha këto sondazhet isha në vendin e parë, po nuk ndodhi. Personal është normalisht nga një mikesh e ngushtë. Tam. Si ka emrin? Pas ka kaluar dhe pas ka harruar, Ime, domethënë, duket. Si ka emrin? Sara. Para se them. Para se flasim për emrin. S'po vjen. Mund t'ja kalosh testimonin Me tjetër. këtë do doje të ishe në finale. Po, nuk mos flasim Ja, për... Jo, vetëm 2 veta, mos më jep të 5. Me këtë do të doja. Ja, Po. s'po thot kush
kush janë finalistarët me këtë do doje ti. 2 veta, nuk po t'ja pas... Qefi do ma kishte Po, me Romirin. po. Dhe me Vanesën. Çfarë do ma kishte mua Qefi? Qefi, po, shumë. Po pra po, atë të pyeta unë. Shumë e saktë. Blendi. Si edhe pse? Nisë shaka. Sa vjeç që e dhe pse? Sidomos pse. Ka më zgjoni mua kur të mbaroj. Mund t'ja kaloj pyetjen time Romirit? Vazhdo. E ke ti. Unë do doja të Sara isha në Romirit. vendin tënd, Romir. Atë Romir. Që Romir. mos të bëja pyetje dhe të kisha nga këto përgjigje nga Romir, nga dëgjoj. të tjerët. Aktiv. Pyetje për ty. Ka bëj. Cili është personi këtu brenda që të ka surprizuar, do të thënë që ke pasur zero pritshmëri dhe të ka surprizuar më shumë? Dhe pse? Dhe pse? Që kur ka ke thënë base, Që ke pas zero pritshmëri dhe të ka surprizu më shumë, do të thotë që më ka surprizu për mirë. Po. Po pra. Se është edhe varianti që kam pas shumë pritshmëri dhe ti po pyet për Mund të zero thuash dhe të dyja nëse dëshiron, zero ha? pritshmëri. Që s'ke pas asnjë Ke pasur pritshmëri. pak pritshmëri. Ka dalë tjetër gjë. Shko, nuk i kam njohur. Pikërisht pra. Kjo është zero pritshmëri. Jo, nuk është zero Po më pritshmëri. nga dita parë deri tani. Pritshmëria vjen nga njohja. Po ti Kur ke ket zero filluar të njohje- njohësh në fillim. Jo, atëherë. Kur ke zero njohje, s'mund të kesh pritshmëri. Jo pra. Normalisht, është automatikisht. O zotri, unë kam pas disa emra në mendje Ajo thotë që këtu. kur ke njohur ditën e parë dhe të Po. dytë njerëzit, Ke thënë, themi këto janë kështu, në një mënyrë këto ke janë menduar, kështu. po ja fus kot që i liri, se unë si isha ditën e Po parë. i bi me hapë rrethin apo për këta që Në kanë këtë me? që janë. Zero pritshmëri. Si për ne këtu. Jo, rrethin Ah, që jemi në për shtëpi. Po, për Rrethin që jeni në shtëpi. vlen edhe për ata që kanë. Kam pas zero pritshmëri për Vanesën. Më zhdukur E vogël. kështu e vogël, jo e vogël në Jo e moshë, vogëlo. po e vogël edhe në E ndrojtur. do të thënë, aty e mbyllur me atë muzikën, me kubën, ku diun, si gjithmonë kam pas menu. Okej, është mirë, po se di, vras mendjen si do ta ketë vjueshmërinë dhe nga përplasjet, nga dallgët që i kanë ardhur më mrapa, kam vurë ai që jo prish se Forcuar. Po. ka i Vanes tjetër aty mrena që kjo është. Rrotulloj. Rrotulloj. Soni. Sone. Shiko son. Si ka ju në goca? Mendon se që ta kesh që të kesh një lloj, si thua, jetë gjatësie këtu, është më mirë ta bësh rrugëtimin e vetme dhe me forcat e tua, apo të mbështetesh diku? Të gjithë nisën për ta bërë rrugtimin vetëm këtu, të gjithë kur hyn vetëm. Thjesht ka ca vibrime pasaj që harmonizohen dhe shpesher mund të duket si çift apo grupim, por që absolutisht duke qenë se unë jam person që edhe njëtja kam dalë vetë edhe karrierën e kam dalë vetë, absolutisht vetëm. Nuk është se shpreson tek suportet. Asnjëherë, dhe siç po shife, domethënë tash unë në qoftë se do doja të kisha bërë alianca apo këti unë do kisha qëndruar me disa njerëz janë ndoshta pak më kryesor në këtë lojë. Unë kam preferuar të qëndroj. Nuk po flas për alianca, po flas për për të mbështetur. Për donën për shembull. si puna donës për shembull. Se donën ashtu kështu. Si do që tjetër është suport. Mbështetje shoqërore, ajo gjëja Bën ndjesh mirë ajo gjë. Prandaj po them.
Nuk është problemi Të luan gjithë këtu e vetëm kemi, ose është me si të dikë. them unë ty, ti po mbështetesh ku e di unë te Një visi. person që Jo. ka një hall. Unë e Po. më quaj kështu. Po pra, prandaj po them, neve kemi ca vibrime që harmonizohen, edhe na hahet muhabeti, por që unë nuk, do me thënë, për të mbështetur, do ishte nëse unë do rria shumë me 1-2 veta këtu në shtëpi, atë që do isha gjithë kohës bashkë, ato janë lojtarë super të fuqishëm, atëherë mund të ma bëje këtë pyetje. Po ndërkohë që unë Kuptoj. Nëse unë flas në perspektivë, nuk po flas për deri tash. Po ka të përgjigj. Shiko, ka edhe një gjë që në perspektivë patjetër që unë do qëndroj me dikë më tepër, po jo për aleancë loje. Jo për të mbështetur. Jo për të mbështetur. Dhe support janë dy koncepte. Po mirë, po pra për aleancë loje, do më thënë që do më suportoj mua. Jo, unë do rri, sepse kam dëshirë unë të rri, se më pëlqen me nejtë. Me të. Po, që do më mbështesi mua, se kam parë veten kur të mbështetur të dikush tjetër. Unë tash e pyetje. Ti s'para ke qenë bësh pyetje. Zëri si jam unë, mos e rrëzoj. Nuk bëj. Po gjithmonë të Blerina më bie, më bëj aty. Jo, po atë do ta bëj pyetje. Jo, nuk thash tash të bëj pyetje. Çfarë të them Blerin si kam bërë 700 pyetje. Po Bëja Romirit, kaloj prapë Romirit. Prapë do bëj pyetje. Po tani, s'është që bukur, ja. Kur qesh kështu, ka diçka në kokë. Kam diçka, por nuk do ta bëj. Si unë deve sot në lojën e voleybollit. Jo. Këpto? Atëherë mirë. Po do ma thuash të sinqertë. E do këtë se unë kam shumë trasha këto. A mendon? Nëse nuk do më pëlqej pyetja, është e drejta ime të them nuk do të përgjigjem sinqerisht. Po do ma thuash përpara. Dhe çfarë përgjigje do, diplomatike apo të drejtë për drejtë? Po do ma thuash përpara. Nëse nuk më konvenon. Atëherë, si të duket Iliri? Aty rreth që kanë, jo. Po të kam këtu ngjitur. Si të duket Iliri këtu? Pyetje shumë e përgjithshme, si të mirë është. Çka? Jo. Si të duket në lojë këtu? Si e ke perceptuar dhe si të duket realisht? Djagaç. Qa të më bëj? Më bëj të qarabit të zezë. Sinqerisht. Si më duket Iliri këtu. Më pëlqen që nuk ka hyrë me mendjen që si thush me të vetëndjerin e fitimtarit. Nuk ka hyrë. Çfarë thumër ti? Për mua. Tash i doni të përgjigjem sinqerisht, Po. apo doni të përgjigjem si doni ju? Po ditë e para ke hyrë me shpatulla? Ta dëgjojmë. Ke hyrë një qiki. Mos e fut këtë. Ta dëgjojmë një çik. Do shta të hapja pak vënd, se kishte shumë ferra. Bas. Krijoj një lloj shtegu. Pse kam këtë? Unë jam shumë person sanguin. Kështu si e shu. Unë jam shumë person sanguin. Shiko, marrëdhënien tuaj vazhdojnë pas të mbaroj loja. Ata e di unë. S'mund ta them këtë. Po vazhdojnë me unë, po nuk ta them dot. Po nuk ata e di unë, nuk ta them dot. Aty jemi. Dhe më thënë, ti që kur përgjigjesh e ke atë, unë për shumë s'ta them dot atë që me thënë ty, atë e di unë ty. Po pra atë e di unë, se s'ta them dot. S'ta Dhe them po dot. përmbahem, a beso. Ti është po pres disa gjëra. Romi. Atëherë, e kam këtë perceptim, sepse e ka thënë të paktën mbi disa herë që ai beson tek shpreha popullore daci nuk bie 2 herë në kos. Dhe unë besoj që ai e ka këtë merak, dhe prandaj s'ka hyrë në këtë mendje që që mbase do fitoj, sepse për më tepër e kam dëgjuar të thotë edhe që... Se do të një loj volejbolli ti thua. Për më tepër, ka arsye dhe po duash, unë mund të them edhe opinionin tim pse i ka ato arsye në lidhje me lojën e volejbollit. Mi atë e kuptoj, atë e kuptoj. Po duash, ti them dhe arsyet. Si e kuptoj unë. Një pyetje tjetër. Tek një pyetje tjetër. Dhe
Për më tepër që ka thënë që nuk mund të qasem një lloj si ke eksperjenca e parë, sepse këtu është herë 3 dhe unë po u futa me idenë që të kuptoj sa më mban kurrizi herë 3. Realitet tjetër, njerëz tjerë, E të tjera. Një kjo, dhe e dyta ajo që do thoja, dhe këtë e them sinqerisht, tani për herë të parë. Më vonë, nëse do kem fatin që të zjas dhe të mbetem, si tush disi deri në fund edhe me Ilirin në përkëmbë, do kem një problem me Ilirin që është problemi që fatkeqësisht apo fatmirësisht të dy ne, kam kuptuar që të dy ne kemi një koncept tjetër për reality show-t. Jo atë koncept që njerëzit kanë mësuar, jo atë koncept me cilin njerëzit janë mësuar, dhe përpiqemi se kush në formën e vet, dhe me aq sa mundet, që të ndryshojmë një lloj mentaliteti i cili për hir të së vërtetës, dhe këtu jam 100% i sinqert, i cili për hir të së vërtetës është shumë i vështirë për të ndryshuar. Dhe friksohem shumë nga momentet e fundit kur unë t'jem veti 3, veti 4 dhe me Lirin në përkom, sepse nuk e di se për çfarë do zihemi dhe për çfarë do bëjmë debat. Pa merak do jem unë aty me lojën me shishe, do t'i zgjidh gjitha. Vazhdo rrotulloje. Rrotulloje. Këtë e them sinqerisht. Okej. Edhe unë e sinqert isha. Po kjo ishte pyetje që ti e bëre për llogaritë, duhet ja bërin vazhdo, po. Duhet ta rrotullosh ti. Jo, vazhdo. Rrotulloje ti për Blerinë. Ta rrotullojmë për Blerinë. Ore, je ti, është rradha jote, vazhdo. Okej, pra po luajmë për njëri tjetrin, a? Tjetë e fundit, kjo? Ai bëjmë 3 xhirot e fundit, jepi. 1 Ilir. Unë pyetje për Ilirin. Po. Ilir. Ose Liro. Liro. Që është shumë Liro. Çfarë mendon? Kur visim thot Liro, unë knoqem. Liro, çfarë mendon ti që nga fillimi që ke hyrë ti dhe deri tashti ka qenë debati apo përplasja apo dinamika që ka pas më shumë vlerë dhe kuptim? Vlerë dhe kuptim? Për ata që na shohin. Që ja ka vlejt, si më thonë. Që shumë mirë që ndodhi që njerëzit më në fund kuptuan një gjë diçka. Nga çka ka Ska ndodhur? ndodh akoma. Ja, ka ndodhur. Ajo e lopës, si lajet lopë. Qa pyetje mbone? Se unë kam memorizu vetëm budalliqet. Me fjalë temat që nuk duhet. Budalliqet. Edhe ato kanë vlerin e vet, po unë them një gjë që ja vlen më shumë nga të gjitha. Vetëm një gjë. Sigurisht episodi i jashtëzakonshëm i Kolibes kundër 2 vajzave për të nxjerrë, edhe që pasaj u degradua në farfe, po për të nxjerrë një koncept komplet ndryshe, që çdo epilog ka një prolog, çdo fund ka një zanafill. Dhe kush ka qenë i zgjut, edhe kush ka bipari tru kupton që asgjë nuk ndodh nga asgjë. Ka një fillim, ka një shkallë, dhe pasaj Ka një pasojë. Ky mendoj që mund të jetë nuk ka qenë debat konstruktiv, por unë dua ta interpretoj kështu këtë gjë. Sepse është gjëja më akute që ka ndodhur problem. E kuptoj. Për të veçantuar. Tronditse, si të është, një gjë që të trondit. Edhe publikun, edhe ne, edhe shohun, edhe... Eksakt. Sepse kjo ferm ka shumë merita për të përfolur, ose për të përkufizuar në një fjalë vetme. Po. E kuptoj. Shumë merita. Të filluar nga njerëzit, nga puna, e tjere.
Dhe mesazhet që duhet kaloj janë ato nga ajo që ne kena lënë për jashta, nga për gjitha, për gjitha. Rrotullor. Kam shumë doja ta. Ilir. Rrotullor lirë. Kjo është e para. Kjo është e para. Po, tani e ke ti. Si zjat, kështu trik. Okej, jepi. Bum, Sony. Se 5 pirueta bëri? Okej. Nga që e ka taruar. Sony, çfarë këngë do zgjidhje për një pasua due, për një duet me mua? Si që Sony. Paso doblet apo tango? Shumë bukur, më pëlqen. Paso duet do thot duet. Mund të jetë tango, paso doble, mambo. Jo, se paso doble me tangon kanë dy dinamike komplet ndryshme. Po pra një duet. Zgjidhe vetë. Çfarë muzike, ose çfarë stili, ose çfarë... Do të shkonte ju të dy. Në tango. Thuaj më mirë çfarë stili. Në tango. Në tango. Okej. Po në tango... Duhet me nej tani Këngën e database. Është një tango, një muzikë e... Po tani po ja thu ti apo po ja kërkon pyetjen? Nuk dua të që është e asaj woman, që është... Jo, është shqiptare. Jo, që ta keni pasur thjesht në imagjinatën tuaj. Shumë e bukur. Nuk keni vetëm mendoni kaq gjë. Jo. Shumë e bukur. Shumë respekt për Irmën, po do zgjidhja një tango... Se kam dashur ta bëj. Argentinës. Okej, rrotulloj. E fundit është kjo. Se mua. Hop. Lerina. Dhe përqendruar. E mbyllim. Po, Lerina, po ti dy personat që do dohet ishe në finale. Se më fakt kam dashur vërtet ta bëj si pyetje. Në finalin e madhe të... Pra Lerina dhe dy të tjerë. Dëshira. Jo komendon. Dëshira. Këtë doje me shpirt i kishe... Duar dhe bujaj, për shumë. Po, e vërtet. Bujaj. Qesh ti qesh, po. Ne të dy. Po të sigur e nominove çfarë? Ka rëndësi. Ç'pun ka? Tani se Po ishte edhe unë doja t'ja thoja. Domethënë pa Korenë. Pa e nominon, po këtu ekziston sfida. Mund të jetë edhe nesër. Dy. Edhe finale është gjë tjetër. Tha dy është, dhe dy tjerë dhe Lena anonim. Jo, unë vetëm dy i thash. Hajde, do flemë Jo, shumë. ideja është nga që në finale dalim 5, dhe ne në 1, 2, 3, 4, 5. Jo, po nuk i thash në qoftë se finalja do ishte me dy. Mos e me kaj seriozisht se loj është. Jo. E lej shishen aty se kemi edhe për nesër. E lash. Do me thënë në krytë të 10 minutave ka nominuar dhe pastaj ka kaluar final. Interesante. Ka nevoj njeriu ndonjëherë të thotë dhe gjëra të qënësishme se po bëj vetëm kinezërira këtu. Ishte e bukur apo jo? Ishte interesant. Po, tjetër, faleminderit. O, pas kanë figur të rita. Natën Sony. Ja, unë do iki të lajë. Ti, kur gjë e mund do e... Nuk e fjetë. Direkt. Do iki lajë dhe po të lajë të... Se Indri i ku se fju këmbë, po tip se do i ishe. S'pa bëj njëri shumë. Urda. Po të ti trashe në lapës. Që mu trash lapa mu. Ti pra the tashi.
salatë këtu. Salatën e mbaruan gjithë këta? Salatën, një salatë që ishte e kam grënur. Jo, dohet t'i jepja lepër nga ato të visit, s'ka më, unë barua gjitha ajo e visit. Ajo salata e madhe? Natën. Se besoj se unë u hëngra. Unë po e ka bërë Vanesa ato. Iku e gjitha. Po. T'i jepja lepërive një gjë. S'kam salatu japë. S'ka salatë.
Sara vdes për këtë lojën. Fal. Vdes, maron. Jo me ose. Se dhe të tregojmë histori nga filma shë gjëra. Po, ne dim shumë me njërë tjetërën. Nuk është kom bëjtë të 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 për dishmëri dhe në bukur digje, por kjo është nuk të ishte pak shumë. Dhe më të që kishte 10 minuta që kishte dominuar shetë në finale, po më qëndronë, për në të në shumë një kundra përgjigje, si për inat, si për kakmare, i gjithë shumë. Do të nuk ishe shumë koherente me gjërat e veta. Po, s'ke më i krit, s'ke. Pytje normale ishte. Pytje normale ishte. Ke gjumë, ha? Sa bukur kjo krevat. Zoti ma, iku dhe i. Pas ka ndruar të 2 krevatët për skaramanci. Kurusha dhe banane, cila anë i. Ndave banane, të
Palluqe. Vetëm palluqe se